diçka rritësi ndonjë futbollist që pritet të bëhet pjesë e kombëtarës Kosovës? Unë i kam disa emra dhe po du me të pyet pikërisht për ta. Çfarë po ndodh me Bledian Krasniqin? Ajo është pjesë e jona. Ajo është pjesë e jona, do të thotë janë kry gjitha procedurat, vetëm për këtë bim nuk kemi mujt me pajis me pasaport. E ti ç'ke pajisja me pasaport? Pse ka shumë, ku e problemi? Po do procedura, sidomos këta që kanë prejardhe nga kojshit në tonë edhe këtu ka qenë përndryshe, ajo është një lojtar jashtëzakonisht i mirë. E kemi po shumë e potenciale dhe shumë i mirë të skuadra ku luan. 2 vite kjo, 1 vjet e gjys, edhe para se me ardhë foda. Do të thotë shumë ka qenë interesant, para se me ardhë foda, ne kemi kry bisedat, ka pranu ftesën, por angazhimi fodës ndikoj të na nga se e ka pas lojtarë dhe në Cyri, edhe ato njohet, edhe foda i vazhdoj, ka pranu kjo probleme që nuk ka mujtë mu pajis me... Do të që tash në rrasë është poshtë mirë, që nga grumbullimi i arshëm do tjetë pjesë. Sigurisht, tash varet dhe prej performancës tij nëpër... Po, kuptohet, ajo a vendos përgjegjësi. Do të është pjesë e Kosovës. Lian Abdullahu? Po, është një talent jashtëzakonisht i madh. Kemi... A din qysh, tash unë e kom thonë edhe më herët Lorik edhe nuk po du fort me shku ju si gazetari keni drejtën mi përmen, por për me smelenduat procesin nuk isha dasht me hyrë shumë detaje. Ka se është edhe kërkesë e lojtarëve, në këto vende ku luajnë, momentin kur po marrin lajme të tilla atëherë sikur po i penalizojnë, dhe kështu që po kemi kontakte me krejt futbollist shqiptar që janë, dhe jemi në rrugë të mirë. Tash varet prej selektorit, ka nefton, ju zakonisht po e shihni që çdo të bëjmë me merr nga një talent, për t'i dhënë atë besimin që vazhdojse nëse mund ta shef veten këtu edhe në ekipin e parë. E kam një pyetje